ekziston asnjë provë e drejtë për drejtë e dorës së parë që tregon për fshirje të zotit Veseli në veprat penale që pretendohet se ka kryer. Pretendimet e drejtë për drejta janë bazuar tërësisht në prova dytësore bazuara në fjalë goje, pra, shpesh dhe janë hequr. ZPS-ja nuk ka gjetur një dëshmitar të vetëm pas gjithë kësaj kohe të vinë në gjykatë dhe të pretendojë se zoti Veseli ka kryer krime. Nuk mund ta bëni se nuk ekzistojnë. Ky është një fakt befasues. ZPS-ja thot, po mos u shqetësoni, janë të gjitha të konfirmuara. Po siç do ta shihni, ky është një trillim. Diçka që e kanë thënë, siç e kanë thënë gjatë gjithë kësaj kohe, por kjo nuk është e vërtetë. Dëshmitar pas dëshmitari kanë dhënë dëshmi këtu dhe kanë thënë se gjatë luftës nuk e njihnin zotin Veseli, nuk kanë pasur kontakte me të, edhe zor se kanë pasur ndonjë komunikim me të. Sepse ai nuk ka qenë aty. Ka qenë më shumë jashtë vendit. Pas luftës, kur u bë më i njohur nga pikpamja politike, vetëm atëherë dolën disa persona që përpiqen të njollosnin emrin e tij. Ndonse nuk thanë asgjë gjatë luftës për të, por më pas, në mjedisin politik pas luftës, atëherë dolën disa akuza krejt të pabaza. Por ama, asnjë prej tyre nuk ka ardhur këtu për të dhënë dëshmi që ta kontestojmë. Ne kemi ngelur në duart e thashëthemeve dhe asnjë provë tjetër. Dhe nuk ka asnjë provë nga pikpamja kriminalistike. Është për të ardhur keq. Në sy të ZPS-s dhe sipas ZPS-s, UÇK-ja si organ dhe gjithë shtabi i përgjithshëm i saj dhe udhëheqja e saj kanë vepruar në mënyrë kriminale, duke kërkuar të zhvillonin gjatë përpjekjeve për të zhvilluar strukturat e tyre që të jenë në gjendje të rezistojnë forcave serbe. Ideja se zoti Veseli u kthye në Kosovë dhe lëvizi në Kosovë për të ndihmuar rritjen e UÇK-s dhe për që të ishte në gjendje të angazhonte luftime me forca serbe dhe që ai njëkohësisht kishte në të njëjtën kohë në mendje një plan për të kthyer armët kundër popullit të vet, është absurde. Kjo nuk mbështetet absolutisht në asnjë provë. Teoritë e ZPS-s janë kundër çdo lloji logjike.